Mos më mbani në kafaz, Meta me fjalët e Veliajt ja kërkesa që i bëri GKK-s. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta i është drejtuar GKK-s me të njëjtën kërkesë. Si kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, Meta ka kërkuar të mos futet në kafaz metalik gjatë seancës gjyqësore. Në dokumentimin e depozituar në gjykatën e posaçme, përmes avokatit të tij Kujtim Cakrani, Meta kërkon të jetë në sallën e gjyqit pranë mbrojtësve të tij pa barriera fizike dhe në përputhje me të drejtën e mbrojtjes efektive. Sipas kreut të Partisë së Lirisë, vendosja në kafaz metalik në gjykat përbën vetvete trajtim poshtrues dhe çnjerëzor. Deri në heqjen e kësaj mase në kërkesë thuhet se nuk do të zhvillojmë seancë gjyqësore. I pandeuri është paraqitur në seancat gjyqësore të kësaj çështje në një kabinë xhami, kafaz metalik i izoluar fizikisht dhe vizualisht nga pjesa tjetër e sallës. Vendosja e pandeurit në kafaz metalik në gjykat përbën vetvete trajtim poshtrues dhe çnjerëzor. Kjo praktikë është konsideruar shkelje absolute të palejueshme në asnjë rrethan. Edhe kabinat e xhamit konsiderohen problematike nga gjykata europiane për të drejtat e njeriut, pasi kufizojnë të drejtën e mbrojtjes. Izolimi vizual dhe fizik dëmton dinjitetin dhe ndikojnë në perceptimin e pafajësisë. Praktika e vendosjes së pandeurve në kafaze hekuri ose në kabina të mbyllura me xham në sallat e gjyqit në Shqipëri përbën një formë trajtimi degradues dhe poshtrues, e cila bie ndesh me parimet themelore të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut, si dhe me praktikën e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, arsyetohet në kërkesën e dorëzuar në GKK.